Në lagjen Rilindja në Vlorë, një nga zonat më të populluara të qytetit, projekti për rikonstruksionin e bllokut të banimit ka kaluar çdo afat të parashikuar, duke u kthyer në një burim të vazhdueshëm shqetësimi për banorët. Edhe pse investimi synon përmirësimin e infrastrukturës dhe kushteve të jetesës, realiteti në terren paraqitet ndryshe. Punimet më shumë kanë qenë të ndërprera se sa në zhvillim, duke lënë pas një situatë problematike dhe të papranueshme për komunitetin. Prej muajsh banorët përballen me vështirësi të mëdha në lëvizje, si për këmbësorët ashtu edhe për drejtuesit e automjeteve. Rrugët e brendshme të bllokut janë të amortizuara, të hapura dhe shpesh të pakalueshme, ndërsa mungesa e sinjalistikës dhe organizimit të punimeve e bën situatën edhe më të rrezikshme. Për familjet, të moshuarit dhe fëmijët, lëvizja e përditshme është kthyer në një sfidë vërtet. Situata rëndohet edhe më tej për drejtuesit e automjeteve, sipas banorëve pa asnjë paralajmërim apo njoftim paraprak. Firma zbatuese ka bllokuar hyrjet dhe daljet kryesore të bllokut të banimit, duke e izoluar praktikisht zonën. Kjo ka krijuar kaos në qarkullim dhe ka vështirësuar ndjeshëm aksesin për shërbimet bazë, përfshirë edhe emergjencat. Ironikisht, ndonse punimet nuk po vijojnë me ritmin normal, rrugët mbeten të bllokuara duke shtuar pakënaqësinë e qytetarëve. Nga ana tjetër, përfaqësues të firmës së ndërtimit pretendojnë se vonesat lidhen me mungesën e pagesave nga bashkia për punimet e kryera. Kjo situatë financiare ka ndikuar drejt për drejt në ecurinë e projektit dhe në pezullimin e herpashershëm të punimeve. Megjithatë, për banorët këto justifikime nuk kanë peshë. Ata theksojnë se nuk u takon atyre të mbajnë barrën e mosmarrëveshjeve mes institucionit dhe kompanisë zbatuese. Qytetarët kërkojnë një zgjidhje të menjëhershme dhe konkrete, rifillimin pa vonesë të punimeve dhe përfundimin e projektit brenda një afati të qartë. Ata apelojnë që Bashkia e Vlorës të marrë masa për të garantuar vazhdimsinë e investimit, si dhe për të rikthyer normalitetin në jetën e përditshme të komunitetit. Ndërkohë, çdo ditë që kalon pa progres e përkeqëson situatën në terren dhe rrit pakënaqësinë e banorëve. Projekti, i cili duhej të sillte zhvillim dhe përmirësim, sot perceptohet si një shembull i menaxhimit të dobët dhe mungesës së koordinimit mes palëve. Dhe për banorët e lagjes Rilindja, durimi duket se ka arritur në kufijtë e fundit.